çka i gabojnë këto që përmendit i Broni, që i gabojnë kompet të dy partive, i ka munon me nxon keq kundërshtarin duke ju prej video. Pra, tash është lufta me video mbi të gjitha, pra për me e nxjerr keq ose me e mbi theksu. Për shembull, na e kemi pa që 5 ditë ka pas një sër video shtilla për njërin apo për tjetrën. Megjithatë, ajo që tha Ismaili, që tha Dibroni, a mund në këto me qenë determinuese të fushatës, a mund me qenë ky narracioni i fushatës, apo mundet, për shembull, një politikan si zgjedhjet e fundit që ka tentuar me bë Betri Hamza, Lumir Abdigjiku e tjerë, pra me tentu me fol për programe. Pra, këtë kohën ata nuk kanë marrë me sulmet e zotit Kurti, kanë thonë, hajde po shpalosim programit tonë. A mundet çdo 2 javë, 3 javë, sa na kanë mbet, me fol për programe, apo kjo është punë një diçka e pamundshme, dhe thjesht kemi mu ngrinë edhe 3 javë edhe kaq. Edhe njerëzit në fund kanë me vendos kush ka pas drejt në ato grindje. Kjo gjuha e ashpër edhe gjuha e fort rregullisht është pasojë e pafuqisë edhe e inferioritetit. Njerëz që flasin ashpër edhe përdorin cilësime brutale, ato zakonisht e bojnë për shkak të mungesës së fuqisë. Veç e ka thënë Tasholli, që është se por të përdori cilësime brutale kë. Ta dëgjojmë kolegun. Qëre, brutale dhe reale. Atë bëj edhe me gisht Viktor Ismaili e boni namën të pafuqisë. E kjo ma qënë, po mendoj, ma kujton një moment, anin tash rani është dhe plesh me mja ngu ka një mesej. Ma kujton një moment kur ishim në Shtjell, në Rambuje. Edhe zëdhën si shtëpisë bardh, Jamie Rubin, u mundoh ke me fol me palje, edhe natyrisht aty kishte të li kërkese, të li, që shme thonë, deluzioni. Edhe në një moment isha edhe une aty, pithojmë, adin që shpo ki nerva kështu, gjithë ditën mi qu të fol me njerëzit. Aje përmendin një frazë që o thonë ma heret prej një presidenti Amerikan, kur bëhet fjallë për mënyrën që shflet administrata Amerikane, edhe shteti Amerikan. Pithëm Shqip, tha na e kemë zakon me fol but, edhe me mbajt një stup të small në dorë. We talk smoothly and carry a big stick. Kur ki pushtet, s'ki nevoj me fol ashpër. Kur je totalisht i pa pushtetsh, e i pa fuqishëm, e i pa aft, veç fjalje, edhe sa ma i pa fuqishëm je, aq ma brutale jon fjallë. Qeverisja e vetë vendosjes është dallu si kur doher ma përpara në historinë tonë, si një garnitur e ardhën pushtet, mirë po pa kapacitet me e ndryshu objektivisht gjendjen shoqni. Pa kapacitet edhe pa aftësi, që besa edhe pa fuqi, me e ndërtu një realitet të ri për cilin ka fol aq shumë. Edhe tash në vend se mu përball me pa fuqit dhe pa aftësit e tuja, që i shdesh tjetë një sjellje e natyrshme e një shoqënie qytetnume, mu përball me pa mundësin tonte, ata e kanë bo ato që e bojnë zakonisht grupet e jo maturume, grupet e pa pjekuna shoqënore, e ajo është fajsimi i tjetrit. Qa kemi pa në këto 5 vjetë, është një pushtet i cili e akuzën opozitin. Pra e akuzën grupin politik, ose grupet politike të cilat nuk jonë pjesë e pushtetit e as pjesë e përgjithësisë shtetënore. Kjo s'ndodh gati kurku. Askund në vende relativisht demokratike edhe relativisht stabile nuk ndodh që pushteti me i hum 5 vjetë duke e sulmu opozitin e cila nuk ka pushtet, duke demonizu grupe qoftë politike, qoftë jo politike, shoqënisë civile, për pa aftësin e vetë. Nuk është kur gjo, nëse nuk të hecë qeverisja me ofru dorëheqje. Kur gjo nuk është. I ndodh vjetra qeverive gjatë viteve e gjatë dekadave. E provon 1 vjet, 2 përpiqesh me e që për para një projekt, e shet që është strukturalisht
gati e pa mundun edhe thush, unë jo marrë në pushtet. Me qëtë premtim, të cilin s'pëmujmë i shty për para, edhe që shkojmë zedhje e ofroj dorëheqjen. Kur gjos është ajo? Pra, na që 5 vjet jemi fut në një situatë e cila është edhe për neve si Ballkan e pa natyrshme. Ajo është, mos me heq dorë prej pushtetit, mos me pas aftësi edhe fuqi me e që për para një agent të cilën qaq shumë e ki proklamu, edhe mandej mu kthy edhe me lyp fajtorin. Ku po do me gjetë që kjo qeveri fajtor? Te na, te analistat, qa kemi na në dorë për me mujt asaj pushtetit me janë zonë udhën. Qysh mundet një grup politik që e ka emrin grup opozitar, ose opozita politike në kuvend, që se ka asë shumicën, asë është e përfatsume në pushtet, qysh mundet ajo me të pengu? Qysh mundën mediat me të pengu? Qfar lloj i pengesës? Okej, vise, masanem duhet më ndërhy pak. Mirë, qa po du me të thonë është që pushteti e ka edhe qatë keqe. E ajo është që nëse s'mundesh me e përdorë si duhet, nëse nuk i aftësi me e përdorë si duhet, me e menagju si duhet, nuk mundesh mi fajsu kërkën. Me qenë se kërkush nuk është mbi pushtetin në një vend demokratik. Pushteti nuk ka shef, edhe nuk i kënd, e sulmon, e akuzën, edhe nuk i kujt i ankohesh. Qa kemi pa na është një pushtet i cili me gjas se ka kuptu drejt që është pushtet. Me qenë se kush e di, e dalun nga një histori e inferioritetit të gjatë nga margjinat e shoqënisë, ata edhe kur jonë shku në për kabinete, e në për zyre kam pas për shtypjen që nuk jonë in charge, nuk jonë në pushtet. Ministrat cilë nuk besojshin që jonë pushtet. Kryeministri cilë nuk besoj që ka pushtet. Komplet një garnitur e udhëheqjes politike cila nuk besën që është në gjendje me ndryshu diçka. Sulmohet sistemi drejtësisë, sulmohet gjykata kushtetuese. Ka pas dalë ministri në protest një 2 muaj mas ju ministri. Sulmohet, me rëndëment, në protest, ministri e drejtësisë në protest kundër sistemi drejtësisë. Ti e këshyre dhe thush, shiko, ta ka marrë mendja që është letë, nuk je as grupi i parë, as i fundit politik që i futet në pushtet me bindje që udhëheqja dhe qeverisja është sen i thjesht. E ki pa që nuk është bashkë qas i thjesht, as nuk je as i pari as i mrami që e ki pa që nuk është qas thjesht, edhe i ki dy mundësi. Mu mundu me e korrigju veten që i thojnë gjatë rrugës, ose me ofru dorëheqjen. Mirë po jo me e zgjedh opcionin ma të keq të mundshëm. Ajo gjetja e fajtorëve edhe anë miqve në shoqëni për shkak të po aftësis me qeveris. Qatë kanë faj mediat e kanë tek e fundit punë me të kritiku. Ka media që mundën me të kritiku prej përpjekjes me qenë profesionale, edhe ka media që të kritikojnë bashkë për pikë qefit. Mirë po, si njona, si tjetra, ty nuk mundën me të ndalë prej vendimeve, prej dekreteve, nuk mundën me të ndalë në asni. Tash më thonë që unë nuk pajtona, më thonë që vetë vendosja e cila ka dalë, ka bëhë protesta në njërë të vazhdushme, nuk qenë ka azoja më marrë vendime ku të të. Unë nuk e besaj që narrativ.